Nuk duhet që as zoti Kryeziu, as unë, as zoti Maliqi, as kërkush prej nesh me dal me mbrojt individ ose grupet etnike veç e veç. Duhet me mbrojt institucionet demokratike të shtetit. Dhe institucionit demokratik i shtetit tam, ja u ka dhonë aty në të drejta shtesë që edhe në listë me hyp Albin Kurti edhe vetë vendosja nuk mujnë me i shbon. Se s'mujnë me i shbon. Sepse s'keni koka për famore. Po të replik për ato kam Po kjo ka gjithmonë replik se kjo teoria A di pse kam thotë gjithmonë ta ju mësuar manipulu shqiptarin analfabet. Edhe mendojnë me manipulu edhe mua. Çuçun të hyn, një orë ka fol. Edhe kum dëgju. Ligjëratat e njëjta. Vallojt njëta Jo, po vetëm të bëj replikë. Po, jo s'ka drejt që moment, edhe mund ta ski drejt që moment. Edhe mua ma bëve fjalën ku i dëgjoj. Unë jam i padrejt ndaj teje. Shiko, ti je vetë një propagandist i cili ti nuk e nje sistemin e Kosovës. Fatkeqësia jote është drenor. Ti nuk nje kushtetutën, cilën, shiko, që të kalzojnë ty qka. Marrëveshjen ndërkombëtare e zotit drenori në Kosovë votohen me 2/3. Me 80 vota plus. 81. Gjithmonë janë votuar. Marrëveshja ndërkombëtare i dashur drenor bëhen ligjet mbrëmshme. Në momentin kur ti e shkel marrëveshjen ndërkombëtare, ti e ke shkel ligjin ton. Shtetet që i shkelin ligjet e veta shpollën shtetet dështume. Ja ti për bërë që të ti për bërë që të kolegu jam Kneqi shiko kryeministri aktual në detyrë që është Albin Kurti thot citoj 2 pika Zoti Rakić po mbon qëndrim shumë parimor në barikadat në veri. Rakić është nër kryetar që mas ne ju bon kryetar, Niko, i listës sërbe. Për cilin ta përhojnë që o kriminale. Zonja Kusari Lila, zdravo, krejt në regull jemi, ligjin kunder pagës minimale që i cenoj këtë direkt veteranët e luftës çlirimtare. Kur gjës ka ndodhë? Ka ndodhë para një, që për dhjun e para një 5-6 vjetëve, para 7-8 vjetëve, ka ndodhë diçka këtu afera që për i përmen këj pëntoje, pa konkuruë që si budalla leqe, që ka ndodhë, kërkur si ka më hupor, ato që ka ndodhë, ta njerëz ju në dëshku, sot partit politike, sot partit politike, cilat që këtë dorës të jam kënej, pe i bullizon, komplet strukturën e kryesive e kanë tërshme. Komplet për jatë soj kohës kur këj për i bullizon. Amos është jo parimore kushtim, me i shoha, me i fyë njerëzit, të cilët janë tri, të cilët paraqesin diçka, të cilët kanë hyrë politikë me një mu, me kontribuarit vetë. Nuk i shajti i kritikoj Gashi. Nuk i shajti. Apo? Gash? Si ki shajt? Jo ba, unë ju thash idiota, fundrina, të paft, manjaka, budal, hajvana, shka si thash? Hajvana e ka thot kryeministri. Foti keq, këtu nuk ka nej partizon të LDK-s, që qëhet edhe të kope ty po fjole. Bullizimu, Gash, ka i të bo me LDK-n ti. Një mujdit e kije. Okej, vetëm pak, Gash, se kemi po kërkojmë zgjedhje, vetëm pak. Drenor, mos bëj skena se i kemi musafir. Jo, ndërgjëm po fymi direkt, kolegi jemi po fymi direkt. Po mos ndalemi në personale tani. Po mos ndalemi në personale. Shik ta zotrit. Na mund kemi mendime ndryshme për këtë punë këtu po. Unë më nxjerr argumente. I kemi këne. Ne po kërkojmë shoqëri civile jemi edhe ne, sepse me edhe shoqëria civile është ai pushteti 4. Ai është pushteti 4. Ne po kërkojmë zgjidhje këndej, mos ndalemi këndej. Po kërkojmë se i kemi musafirshëm nderuar, edhe jo rrallë herë kemi mundësin ta kemi zotin Kryeziu, zotin Maliqi së bashku këtu. Absolutisht po. Ne po kërkojmë zgjidhje. Ne mujme diskutu, po s'mujme fajsu, do të thotë në këtë rast konsideroj që normalisht partia e parë e cila ka fituar shumicën e votave, ka